Pjesëmarrës të nderuar, unë jam Luan Shllaku dhe do të provoj të rregulloj trafikun në këtë panel. Profesorit Muhamet i falenderoj, më ka caktuar një panel miqësh, kështu që shpresoj se shumë lehtë ne do të tentojmë që të dërgojmë një mesazh interesant për gjithë ju që jeni pjesëmarrës këtu. Mirë se erdhët në këtë seancë pasditës, e di që seancat e pasditës nuk janë të lehta, kështu që për ju që jeni mbajt akoma këtu, të gjitha komplimentet i keni nga ne. Lejoni të them se shpresoj se temat të cilën ne do të trajtojmë sot është ajo e cila ka mbajt vëmendjen tuaj ka shumë të gjallë. Është një temë të cilën në një formë pak më të zgjeruar ne sjellim si temën e resurseve minerale, që do të thotë gjithmonë jemi ata që them se Kosova është shumë e pasur me resurse minerale, ne jemi një kuvajt i linjitit në një anë dhe kem shumë dëshirë kurdo që kemi krizë në planifikimin e ekonomisë tonë, atëherë themi po vetëm keni me pa një ditë kur ky kuvajt i lignitit futet në punë. Në anën tjetër kemi resurse tjera minerale, të cilët deri më tash ishin të fjetura, një pjesë e tyre akoma vazhdon të jetë e fjetur, por është një potencial që e ka vendi. Në anën tjetër, të paktën ne që jemi në një pozicion që mos jemi puro ekonomist, themi, dhe të shohim vetëm vlerat mbrapa një eksploatimi, por të shohim edhe ato linjat e kuqe që na vijnë nga një mosmundësi e eksploatimit, të cilat vijnë nga anë të ndryshme, po më lejoni ta them atë që njoh më mirë të aspektin ekologjik, atëherë jo patjetër gjithmonë jemi të gatshëm të aplaudojmë pas një ideje e cila do të fuste në punë nën tokën e Kosovës, dhe kur them nën tokën e Kosovës nuk e mendoj figurativisht, po mendoj tamam në resurset tona minerale. Pra, çka do që do të thonim për resurset e Kosovës, respektivisht për Trepçën, çfarë do epiteti që do t'i jepni apo cilësorit që do të sjellnim, do të ishte meritor. Nëse themi se është një ndër sfidat më të mëdha të zhvillimit ekonomik të Kosovës, 100% do të jemi, është një konstatim i duhur. Nëse themi se është një ndër investimet të cilët do të sjellin shumë sfida, shumë probleme, po ashtu jemi të vetëdijshëm se shumë të tilla do të kemi në këtë rrugën e reaktivizimit të Trepçës. Po në rend të parë, mendoj se Trepça është shans për ekonominë e Kosovës dhe objektivisht Trepça do të mund të sjell të paktën dy vlera të mëdha të cilët atë shumë jemi duke i pritur në zhvillimet tona. E para është se me të vërtetë Trepça mund të paktën t'i afrohet kohrave të arta të Trepçës, për shumicën po shoh se janë tri, nuk e din se kur i referohemi kohrave të arta të Trepçës, në cilat vite mendojmë në mes të viteve 80-ta. Kur Trepça kishte 22.750, Ahmet më korrigjone se kemi, ti mund të ashtosh edhe 2-3 tjerë, po aty dikun, kishte aq punëtor, dhe ishte një kohë e cila me të vërtet shënon të rezultate shumë të mira në eksploatim të metaleve me ngjyrë, të xeheve sulfide të cilët i kemi në Trepçë. Në anën tjetër ishte koha e eksporteve shumë të mëdha dhe këto janë dy elemente të cilët aq shumë i nevojitën ekonomisë Kosovës. Një punësim, do të thonë shumë më intenziv, dhe në anën tjetër një eksport të shumë më intenziv. Dhe mos i harrojmë që problemi i Trepçës na vjen në një këllëf tjetër, shpeshherë edhe me sfida të cilët vijnë nga një fakt i thjeshtë. Gjysma e stabilimenteve të Trepçës gjenden në Mitrovicën e Veriut. Bile atje kemi edhe një të ashtu quajtur në drejtori, që i drejton punën të Trepçës në veri, dhe gjysma tjetër vjen në jug. Ose, ta them ndryshe, të gjitha punët e plumbit, rafineria e plumbit dhe metalurgjia e plumbit është në veri, ndërsa zinkun, si metali i dytë i cili eksploatohet atje, kemi në jug. Dhe kjo është një sfidë tjetër, një sfidë e madhe për integrim nëpërmjet të Trepçës. Të paktën duhet ta shohim me këtë dioptri, mendoj më së miri, dhe në fund do ta përfundoj këtë hyrje, shpresoj jo aq të gjatë, me konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm, të cilin atë shumë e përmendim. Plot gojën e kemi zhvillim të qëndrueshëm, dhe kurdo që ndoshta nganjëherë na ik
Në ik një pjesë e frazës ne e plotësojmë aq bukur me dhe zhvillimin e qëndrueshëm të kësaj apo asaj. Por zhvillimi i qëndrueshëm, nëse doni edhe nga një aspekt akademik me e pa, sepse shumica ju jemi në një auditor i cili ka shumë akademik, ai sjell edhe një konflikt brenda tij. T'ju kujtoj, zhvillimi i qëndrueshëm është për herë të parë është lançuar ta quajmë nga Komisioni Brundtland, i cili thotë se secili vend ka të drejtë në zhvillim të qëndrueshëm pa e kompromentu në shfrytëzimin e resurseve të veta minerare, pa kompromentu fare të drejtën e gjeneratave të reja që të eksplorojnë ato resurse. Pra, brenda një koncepti zhvillimor të zhvillimit të qëndrueshëm e kemi një konflikt brenda, sepse flet për zhvillimin, të cilin ekonomistët me dy dur do ta përqafojnë në një anë, por flet edhe për qëndrueshmërinë. E qëndrueshmëria sjell dy koncepte. Konceptin e qëndrueshmërisë sociale, që shifeni si e kemi Trepçën, Mitrovic, Veri, Jug e tjera, stabilimetet shpërndam andej kënej, por edhe një element tjetër që është qëndrueshmëria ekologjike pak a shumë, ambientale brenda, për cilën as nuk po filloj me folë se frigom atëherë se s'do t'i lo as një sekond kërkujt në panel për me shku me tutje. Atëherë më lejoni që të gjitha këto tema, dilema, të cilat tentova t'i sjell para jush, t'i elaborojmë shumë përsafërmi, nga një panel me të vërtet i shumë i mirë, i fuqishëm. Pjesën më të madhe të panelistëve e njoft dhe e di se kanë ekspertizë në këtë lamidhe. Në rënd të parë e kemi profesorin e Universitetit Staffordshire, profesorin Iraj Hashin, mik i vjetër jo vetëm i Reinvestit, jo vetëm i Kosovës, i shumë studentëve të cilët sot ne i quajmë elita e ekonomistëve të ri, të cilët gjenerata e re, në cilin ne të gjithë jemi atë shumë krenar dhe shpresoj që së shpejti do të kapin. Siç po e shohim, e kemi sot një Reinvest të ri, të cilin Muhameti me shumë elegancë e drejtoi, dhe në këtë moment Muhametin se kemi më drejtor ekzekutiv, e kemi një gjenerat shkëlqyshme të re brenda Reinvestit, dhe kjo gjenerat pothuajse e gjitha u shkollu në durët e profesor Iraj Hashit në Staffordshire. Dhe më lejoni që pas kësaj hymje ta lus profesorin që të paktën na komunikoj rezultatet e një gjykimi apo përbashkët që e kishin së bashku me profesorin Mark Crawford, i cili vjen nga Tirana, por është kryesues i bordit International Security Brokerage, edhe Albanin të cilin e kom përballë, dhe Albani tha unë do të komunikoj sot asgjë, po musafir do t'jenë ata që punën tonë përbashkët do ta komunikojnë. Profesor Hashi, ju lutem, pardoni. Good afternoon, colleagues, ladies and gentlemen. I would also like to, as with previous speakers, add my congratulations to Reinvest and to Professor Mohammed Mustafa for a fantastic job that they have done over the last 20 years. Congratulations, and I hope this will go on for a long time in future and intensify the work that Reinvest has done towards not only training of young people in economic research, but also teaching them about the real values of independence and evidence-based thinking. I hope this will continue. Thank you very much, Mr. Schlauku, for your kind comments. Trepça is a hot issue in Kosovo now. It has always been a hot issue. It was a focus of opposition to Milosevic regime. You all remember the strikes in 1989. It brought down Kosovo government. It put the chairman of the Communist Party in prison. Miners went down in the mine and struck. Milosevic came and made promises and got them out of the mines and then broke his promises and unfolded a lot of things that may not have unfolded at that point in time.
So it plays an important role in Kosovo. It is also an emotional issue with people of Kosovo. It has historical significance. Not only it has a political significance, but it has historical significance. This is map of Kosovo. The Trepča mines are in different parts of Kosovo, mainly in two areas. One in the north, referred to as Trepča North, and some in the south as Trepča South. 4 mines at the moment are operating. Some are not operating because they're flooded and they've never been reopened since 20 years ago. There are not only mines, but there are flotation units which make some initial processing. And then there are metallurgical units where these are processed like foundries, and nearly pure metal is produced. Mainly the output of Trepča is zinc and lead, but there are also so-called heavy metals, which are very expensive, but also some of them are dangerous. There are also rare metals and precious metals. So it is very important. The metallurgical units do not work. They one has burned down and one has been stopped because of its ecological damage. And the flotation units and the 4 mines are operating. Now, Trepča was a typical vertically integrated large industrial complex in Kosovo. It had all kinds of manufacturing and services attached to it. A lot of these are now either closed down or are not operating, or a few of them have been separated and privatized. It was one of the largest socially owned enterprises in former Yugoslavia. At its peak, it had about 23,000 employees. This is very, very large. And this went down to some 5,700 in 1990 after the Albanian employees were dismissed. And it is now, after restarting, in recent times, it now has about 2,015 employees. 2,500 in 2015. The production of main metals, that is lead, or main ores, lead and zinc, in the 80s, at its heyday, was about 700,000 tons per year. Now, in 2014, the mines produced 270,000 tons, so about a third of its peak time. Just give you an idea of it's operating at very low capacity. The estimated deposits of the mines are about 60 million tons. These are they're graded, they're reasonable quality, grade A, B, C, and D1 and D2, a sort of international classification of the quality of mines. The amount of metals other than lead and zinc are not quite well known. They know they exist, but in what quantity is unknown, although certainly a certain amount of gold and silver was produced when the mines were working. Now, what are the characteristics of Trepča complex now? These are the most important characteristics. First, it's outdated technology. Unfortunately, Trepča's technology was at a level that is at a level that it was in 1980s. In the 30 years since then, there's been massive improvement in mining technology around the world. This has not come to Trepča. During the 90s, there was serious local problems in Trepča.
After 1999, it was closed, then gradually reopened around 2005. The employees of Trepča are largely the ones who were dismissed in 1989 by the Milosevic regime. They came back to start to work for the company after the company was reopened, after the departure of Serbian troops and Serbian government. So their knowledge of technology is also old technology. The average age of employees is 53 years, plus 53 years. So they're generally older employees. So that's the sort of technology and manpower. The company has built massive debts over the years. At last count, the debts are about 1.5 billion euros. Most of it, 1.1 billion of this, is from Kosovo claimants. And about 1.1 billion of this debt is from former employees. And some over 100 million euros is debt to the government. So the company is heavily debt-laden. In fact, the company actually, by normal financial and accounting standards, is bankrupt. A company that cannot meet its debts will have to go into liquidation, particularly when it cannot meet its debts over a long period of time. Its income is less than its costs. And in fact, it was in danger of going into liquidation recently, and that caused massive social unrest, and the government promised a new law to regulate revitalization of Trepča. And we hope that this debate, would be a starting point for the debate about what to do with Trepča. Another very important aspect of Trepča's operation is the environmental concerns. And this has two aspects. One is the environmental damage that has already been done. This is going back to former Yugoslavia until now. There is a huge amount of industrial waste around the mines and in inhabited areas. And there is also low environmental standards, again, from past and present operations. This is air pollution, water contamination, and effect on agriculture, and so on, which would go on for probably decades. So whatever happens in Trepča, the environmental aspect has to be paid particular attention. Now, what can be done? What are the alternatives? The government, the various governments in Kosovo, particularly since independence, have raised the issue of Trepča. There have been at least two important reports written on revitalization of Trepča. They have come to no fruition because the issue is very complex. So a lot of people called for Trepča to be state-owned, to become a publicly owned enterprise, which is a way of saying a state-owned enterprise. In the jargon of former Yugoslavia, we still have the notion of publicly owned enterprises. So is this a solution? We have discussed this a lot, and we believe that publicly owned enterprise is not a solution for Kosovo, for Trepča, for several reasons. Firstly, Kosovo has been effectively under government stewardship through initially Kosovo Trust Agency and then Kosovo Privatization Agency in the last 15 years.
and obviously in the last 7 years since the independence. And not much has happened in Trepča. Neither technology has changed, nor there has been serious investment, nor serious training or retraining of the staff. They're the same people who worked there a long time ago. The state, so that's one option. There is almost no way of escaping the other option, or a variety of other options, which involve private sector. And these could range from full-scale privatization to degrees of involvement of private sector. And we would like to discuss some of these. So after my sort of general introduction, my colleague Mark Crawford would discuss particularly one of these options, the idea of management contract and flotation of shares. But there are other options like joint venture or the BOT model, build, operate, and transfer, which is a form of concession, and they have been used in other countries of the world. They have weaknesses and they have strengths, and they have to be investigated and applied in Kosovo. But going back to the option of state-owned enterprise or publicly owned enterprise, the state, we would say, is incapable of revitalizing Trepča. It does not have the financial means to do it. It's not cheap. It needs money to modernize the mine and its various units. One could say they could borrow money. Well, somebody has to pay the interest. Money is not cheap on international markets. State does not have technological capability, which is even more important than financial capability. There is no technological knowledge of the mining industry in Kosovo. So you have to get it from somewhere else. And therefore, the need to involve foreign investors in one way or other is unquestionable. Even if state borrowed money and hired foreign mining specialists, the whole discussion of privatization that we've gone through 15 years ago, 10 years ago, and other transition countries went through it in the 1990s, has established that the state is not able to take over these big companies and run them efficiently. There are problems of political interference, which has been going on even, which is typical in all publicly owned enterprises in Kosovo as well as in other countries. It's a place where rent-seeking would be rife. There is no competition, therefore there's no incentive for efficient operation. And many other reasons. There's no point in reopening the debate about privatization. So the problem of having the company as a publicly owned enterprise will not move the situation from what it is now. It will become an extra burden on government's finance without changing the situation. It is not just enough to bring a few mining engineers. There are 2,500 people there that need to be retrained. And maybe not all of them actually are needed at this level of operation. The government is actually subsidizing the payment of wages to Trepča workers to the tune of 1.5 million euros a month. So this will continue. And obviously it cannot continue because somebody has to pay this money. This money is being reallocated from other areas where government can spend the money. And interest on a loan like this will have to be paid at the expense of other government commitments. Now, what is this
is private sector involvement giving away what they used to call in Britain the family silver, or in Kosovo they talk about national wealth. Is it giving away? Well, really, we have to be careful of a couple of points. Firstly, involvement of privates, we have to separate the mineral deposits, which are a national wealth and do not belong just to this generation, they belong to future generations too. We have to separate this from the machinery and installation that is put there to extract minerals. Nobody is talking about transferring the deposits to a foreign company or to foreign owners. It's the question of who is in best position to extract this, to process the minerals, to sell it, and use the money for the benefit of the country. So we're talking about private sector involvement in extraction and processing and sale of the minerals, not owning the minerals themselves. In fact, private sector involvement would make it possible for the nation to benefit from its deposits. Otherwise, it's like now. The nation is not benefiting from its mineral deposits. It's just subsidizing somebody to hang about there and produce a little bit. So there are several issues which have to be taken into account, whatever method of private sector involvement is chosen in the end. Firstly is depoliticization, that the government has to stay away from having any involvement in Trepča company. The government, obviously, as the stewards of the nation, have a supervisory role, have an oversight role, but that is exercised through an independent regulator. There is the independent mining regulator in Kosovo. They can do the job of oversight. But Trepča is used, the relation between government and Trepča is more than that. All governments try to use a big company like that for vote buying, for employment of the people close to whatever government is in power, all governments, not just Kosovo government. So that's one thing. The other issue is the fair and equal treatment of creditors. There are these 1.1 billion euro creditors on the scene. Of course, there is a procedure in Kosovo that has already been established on how to deal with claims of various claimants. Not all of these claims are the responsibility of Kosovo government or Trepča company. Some of these have occurred during the period that Serbia was in control of this company, and whatever they did is their responsibility. And there is laws, the so-called applicable law, that puts the responsibility not on Kosovo government. But that is a procedure that's established, and people who are not satisfied with the decision can go through the Special Chamber of Supreme Court to settle the claim. The problem at the moment is that the Kosovo Privatization Agency is unable to process these claims because there's a huge amount of claims and the capacity of KPA is very limited. So these claims are left and have not been dealt with. But the creditors have to be treated equally and fairly. There must be an employment restructuring plan. Various studies have shown that there is overstuffing in Trepča. In other words, with 270,000 tons of output, you don't need 2,500 people. There are specialist mining groups who look, a German group that looked at Trepča's situation. This was their finding. Now, the employment restructuring has to be handled sensitively and correctly. The fact is that a lot of people are old and it's not possible to retrain them. Some of them may be retrained, but others have to be employed in
some subsidiary activities, particularly dealing with this environmental damage that has to be resolved. Whoever and whatever form of private sector involvement that is eventually chosen, the claims against the company or the past debts of the company should not be a burden on the new owners or managers. In other words, we have to separate the old claims from the current operation of the company. The company may be able to operate profitably if the past debt is set aside. So a formula has to be found, and it's not difficult. For example, possibility of issuing preference shares to legitimate old claimants is a possibility that they would get their money over a period of time. If the company goes into bankruptcy, they get nothing. Another important issue is the resolution of the position of the so-called Trepča North. The northern mines and flotation and that branch of company is nominally under KPA control, but actually they produce, they export it themselves, they get the money, that money is counted as part of their income, but they're not controlled by the central management unit. And any foreign investor would want to know what is exactly the position of the branches in northern part of Kosovo. This has to be resolved. In a way, it's sort of hasn't been dealt with. There's a kind of temporary peace there, and unless it's resolved, no foreign investor will commit to an uncertain situation. So that's another important thing that has to be resolved. And finally, and all of these things have to go parallel, is the education and training aspect has to be to be treated seriously. Whatever happens, this company needs engineers, workers, managers that have to be trained in modern technology and modern mine management. There is University of Mitrovica very close by. They have a mineral technology faculty, I think, or department. Of course, they need to be modernized too, but there is an institution that can train people in new technology. That can be done with the help of few experts from Western countries, from EU countries, but the training can start now, could have started 5 years ago, that you train mining engineers in new technology to run these mines. But there's been no training of new people. So that's an aspect that the government can play an important role now. And finally, I should have said this earlier, whatever foreign, however foreign or private sector involvement is chosen in the end, the processing units, in other words, the ones that are closed now, the foundries or the metallurgical units, they have to be restarted. There's no point in exporting mineral deposits. What is important and would generate value added and employment is if the deposits are processed and in fact, if the pure lead or zinc is used in some other products, as it used to be in batteries, in kitchen utensils, and other industrial areas. So these issues have to be resolved, whatever way we choose to develop Trepča. Now, we said that the private sector involvement is inevitable. So it's a question of finding what is the best way that would maintain Kosovo's oversight over Kosovo nation or government's oversight, and at the same time enable the company to develop. So my colleague Mark Crawford would talk about these various options. Thank you very much.
Ju falemnderit shumë profesor Hashi. Ishte një vështrim kritik I shumë mundësive që kemi para vetit dhe ndoshta më njëherë të kalojmë te prezentuesi I dytë te zoti Mark Crawford dhe pastaj më vonë me komentuesit do të kemi mundësi që të kthehemi edhe një herë të gjitha opsioneve të cilet ju I elaborujt aq mirë. Zoti Crawford, urdhoni. Faleminderit. Kam marrë me do të bëj në anglisht, por fillimisht si ndër Shqipërisë do të ju falenderoj për ftesën edhe uroj për suksesin që keni pas këtu në Kosovë edhe për vjetorin 20 vjeçare që ka Reinvesting. In 2006, I was the CEO of a bank in Montenegro, and I was called by the Germans, KfW at the time, and they said, please come to Kosovo. And they said, we want you to come and speak at the Central Banking Authority and give us some information about converting microfinance institutions, restructuring their equity and turning them into banks, which I had done before. So I got in the car and I drove up to Biela Polja, and then I went into Serbia. And when I was in Serbia, one of the policemen stopped me and he said, Odakle ste? And I said, well, I'm American. And he said, are you Serbian American? I said, no, I'm Scottish American. He said, okay. And he said, well, where are you going? I said, I'm going to Mitrovica. And he said, are you sure? And I said, yes. And he said, why? And I said, well, I have some business there, then I'm going to Pristina, then I'm coming back. And sometimes I get the same questions now when we talk about Trepča. Where are you going? I said, well, we're going to Mitrovica. And they say, well, why? And I said, well, when we're going up there, we think that we have an asset that's very valuable, but we have a company that's not able to exploit that value at the moment. And so instead of talking a lot about the possibilities that we're not going to recommend, we decided that I would spend these few minutes talking about something that we think might be worth pursuing. And that is basically to issue 3 levels of equity and focus on the passive side of the balance sheet. So what I mean by that is focus on the liabilities and the equity side of the balance sheet first. And there are 3 guiding principles that we decided that we wanted to focus on. One was the public good as perceived by the people in Kosovo. That being that either the government needs to either retain some type of influence or control or golden share, or receive fair value. Now, in my experience in Albania, when concessions have been given, then the government changes, then there's often a discussion as to whether fair value was received by the previous seller or the previous giver of the concession. And we've seen that with the Canadians, we've seen that with the Americans and with the Germans and with the British. And so it's not countries that maybe are a little bit smaller, but it's actually major trading and political partners in Albania that have had problems with concessions because there's always the potential political risk that the public good will not have been dealt with. And so our proposal is that a Class A shares is issued to the government, and that Class A is voting shares, and those are the shares that will be controlled initially by the government. They may choose at a certain point in time to dilute themselves in order to bring in additional capital. They may choose to follow the Austrian model, whereby they still retain 51%, or there may be a time in future where they're comfortable going below that, either through a golden share arrangement or something else. But to start out with a Class A shares that the government controls. Secondly, our guiding principle was market efficiency. Obviously, there's a lot of value in Trepča, but it's not able to be exploited without either coming alongside existing management and helping support them with new technologies, more capital, and more efficiencies. So in order to do that, if you're coming to it from a capitalist point of view, which is my background, then you need to provide commercial incentives, and sometimes that's difficult to do. And so people turn towards concessions or even sell it outright. Now, what we were thinking is that it might make sense initially to bring in a management company and perhaps give them equity-like returns based on performance. Now, that would be something that you could change. Let's say the government changes or the performance isn't very good, and they say, well, we don't really like this management company anymore. Then you can get out of it without going to arbitration for a lot of money. And I know that in Albania right now, there's talk of dealing with concessions, specifically the airport. They wanted
to open up a new airport, and now they have to go to arbitration potentially if they do that with the Americans and with the Canadians and with the Germans, and that doesn't sound so appealing. So perhaps starting out with simply a management contract with a company that you could potentially work with in future, but as a first step. And the third guiding principle is actually perhaps the most important. You know, my wife is Albanian, so I'm quite aware what happens when Albanians get angry. And if I was dealing with this company in Detroit, or if I was dealing with this company in New York, you may put it through bankruptcy. People wouldn't be happy, but that's the reality of the economy. That's the reality of the numbers. Now, if I did something similar in my household, then my wife might burn my house down. So I realize that there's a lot of sensitivity, not only social and cultural, but interethnic, that has to be balanced with the hard numbers and the economic reality that we currently face. And so my proposal in dealing with the liability management is twofold. We saw that there's 1.5 billion in claims. Now, 1 billion of that is from Kosovar citizens. So we obviously don't want to do something that raises up the holders of those claims to a point where they're so angry that they lost $1 billion because it's, or €1 billion, because it's not a small number. So perhaps by converting that claims to a siloed, let's say, class of shares, which would be a B class, perhaps non-voting, but all claims would go into this pool. And if there were additional claims that came out, then it would dilute that pool. So I know the mentality is, at least within my friends in Albania, if you can make a claim, then you make it, and then perhaps a foreigner comes and buys the company, and then your cousin comes and makes another claim, and your other cousin comes and makes another claim, and all of a sudden the company that bought it wishes they never bought it because they have so many claims coming from these citizens that said, well, really, I lent money, or I have some wages that are owed to me, or something of that nature. So to silo this potential liability, to convert it to an equity type position, and this is something that might have been wiped out in bankruptcy, but it's actually something that would give some potential upside to the holder. And if chosen, it could be listed perhaps in future, and people that didn't want to stay with the company could exit at that time at the market value. Now, dealing with the remaining 500 million. So 400 million of that is apparently due to Serbia, and 100 million to others. Now, I would suggest that you convert that into a C-level shares. And what I mean by that is that you would make that into preferred stock, so no voting rights, and no common equity receipts. But they would have a preferred share or an interest that was paid to them, but it would be non-cumulative. So that would be subject only to the Trepča being profitable. So if nothing happened, then they would still have rights, they would still have potential value. It could be a tradable asset on the capital markets, but it wouldn't be something that would burden the cash flow of the company. And I've done preferred non-cumulative equity in Montenegro with one of our banks. We had some funding that came in from USAID. We didn't really feel like we wanted to burden the bank with that funding, but it was something that we needed to add to the asset class. So we used this in order to say we recognize the asset. There is potential value there. If the bank is doing well and we're making a lot of money, then we'll pay you 5% or 6%. If we're not doing well, then we won't pay you anything. But you'll still have that class level of shares. And I think that within these three, let's say, class levels, you have a path forward to dealing with the liabilities. Because if you say to someone, I'm going to Mitrovica, and they say, well, what are you doing? Well, I'm investing in a company, and that company has $1 billion in liabilities to the local public, which are not always very happy. And they have $400 million in liabilities to their neighboring state or related companies, which are also not very happy. And you have 100 million that are somewhere else, and then you have the potential that others will jump in. That's a place that you don't want to go. You don't want to go to Mitrovica if you hear that. So I would encourage you, and as you look towards the solution, deal with the passive side of the balance sheet first. Use the different class levels of equity to free yourself from the debt that you currently have. Turn that into something that won't burden your cash flow going forward. Then you can have some serious talks about what you want to do with the active side of the balance sheet. Thank you. Faleminderit zoti Crawford. Atëherë unë mendoj zotit Mava që
Tashma keni një udhërfys të fort nga dy parafolësit dhe të shohim se si ju i gjykoni këto dhe e di që deri më tash shumë herë është punu në drejtime të njëjta, është gjykuar në mënyrë kritike për zgjedhjet e mundshme që kemi para vetit dhe sa i kemi kompatibile me parafolësit pak a shumë. Dhe shumë. Megjithatë, shfrytëzoj rastin rinvestit të uroj për vjetorin, për këtë punë kaq që më rëndësi në shkollë vendi, dhe këtë mundësi që valla që të jepet kontribut edhe për Trepçin. Unë do të tentoj të mos bie në ndikimin e parafolësve, duke shmuar mendimin e secilit, pa të mendime që ja vlen të diskutohen, edhe pse për shumë çka nuk pajtohem, por janë të diskutueshme. Unë qëllimin e prezentimit e kam menduar në atë aspekt që Trepçën ta reflektoj si një kompleks, si nocion shumë kompleks ekonomik, dhe si tillë të jetë bazë e trajtimit për zgjedhjen e një vizioni, sepse jemi në momentin kyç, momentin e sqarimit të statusit. U tha më herët se Trepça, qeveria subvencionon pagat. Qeveria i subvencionon pagat e punëtorëve, që s'është e vërtetë. Subvencionon për atë pjesë punëtorëve që asnjëherë nuk o kriju mundësia e funksionalizimit të njësive të caktuara, për reflektime për pensione të parakohshme dhe si pensione që s'ka qenë mundësi e aktivizimit. Këtu është paraqitur një historik i shkurtër që nuk do t'ju lodhej me i përmend të gjitha, por nëse themi se Trepça është përmendur që nga viti 1303, Trepça nuk përnadhurohet sot, këtë e kemi një trashëgimi, dhe kjo trashëgimi është një aset, një vlerë e shtuar, sepse më vonë do të shohim në rrugtimin e sipër Trepça ka dhënë produktivitet me potencialin human njerëzor që ekzistojnë në këto treva dhe me potencialin kadrovik që ekziston. Tu kemi një kronologji që ja vlen, duke u tentuar më lidhë dhe me parafolësit, që në vitin 2005 për herë të parë është dhënë licenca e parë e një prodhimi ulëmtues, 2005-ën. Por dhe në 2005-ën është bërë një angazhim i jashtëzakonshëm i punëtorëve për mi shpëtu ato minjera që sot nuk janë të përmbytura në ujë, ose një mos qasje emergjente për shkak të luftës se shumë minjera i kena të përmbytura në ujë. Të folësh për resurset që posedon minerale që i ka Kosova, kjo është një nocion shumë i gjerë. Këtu për fat, si qeveri, e kemi një strategji dhe bazë zhvillimore të vendit bazohet pikërisht në strategjinë minerare që është veç edhe aprovuar. Ndoshta me kompetencë profesionale do të mund të folja, por në këtë rast, si menaxheri Trepçës, do të nalim vetëm në rezervat e plumzingut. Tërësia këtyre rezervave është diku 68 milion tonë rezerva. Dhe këto në standard me vendburime për rreth, diku 39 milion, në artan me minjerat për rreth 21 milion, dhe në pjesën veriore dhe Roberto Cornas diku 7,5 milion. Shkalla e studiueshmërisë është shumë e lartë, janë kategorimet e ish sistemit dhe jemi këtë në procedurë Ministria për zhvillim është për aprovim të një rregullore për nostifikim e normat dhe standardet ndërkombëtare. Por metoda e nostifikimit kjo veç nuk është problem. Karakteristikat gjeologjike dhe shkalla e studiueshmërisë dhe punimeve shkencore në tërësi që kemi për vendin, edhe me studimet dhe ulëmtimet që janë bërë edhe pas luftës, sepse në shkollë vendi kemi arrit të bëjmë edhe ulëmtimet gjeokimike dhe geofizike, edhe të bëjmë një datotek dhënash gjeologjike të përgjithshme, e krijojnë një bazë të mirë, përveç që konfirmimit të rezerva që tash më dihen, të ketë edhe shumë licenca tjera që i ka dhe kompani ndërkombëtare që kanë hyrë në kërkimin e vendbërimeve të reja të resurseve, në këtë rast të plumzingut. Kjo s'kem figurë përdorë dhe më heret, por unë veç po potencioj pikrisht tradita dhe aktiviteti minerar i Trepçës, i ka hershëm, e bën që pozita hapësinore që sot shifet
dhe dëshmonë se këto janë të lidhura edhe në aspektin hapësinor dhe me një komunikacion shumë të denjë për kryerjen e punëve dhe aktivitete të cilat kanë qenë dikur funksionale në tërësi në kuadër të Trepçës. Po të mëdhere nuk do t'i përmeni një nga një mënyrë që të kursej kohën tuaj. Minjera Stantërgut 25.5 milion ton rezerva, po përveç që minjerës së Stantërgut, ku kemi një aktivitet eksploatues që nga viti 1930, me një zeror shumë të pasur, me 4% plomë, 3.25% zeng dhe 74 gram argjend për ton, duke qenë aktive kjo minjerë që nga viti 1930, njëkohësisht ka investuar shumë edhe në aspektin e ulëmtimeve regionale për rreth dhe kemi edhe vendburime tjera që janë në nivel të vendburimit, por me një shkallë të gjushmëri si që janë Melenica, Zgjaqa, Magjera, Gjidoma, Rëshani dhe shumë vendburime të tjera. Por si tërsi, vetëm në kuadër rrëtin të minjerës së Stantërgut janë 25.5 milion ton rezerva. Pas lufte, edhe nere takim parasysh mos krijohet konfuzitet, se atje nuk punohet asgjë, se atje mësohet ABC-ja. Statusi Trepçës është i pakjartë. Trepça ka qenë dhe është ende në menaxhim të AKP-s, por ky status nuk është status zhvillimor. Dhe kjo mungesë e statusit zhvillimor pikrisht e i ka pengu proceset e më të tjeshme zhvillimore në mënyrë që të vijet të krenohet Trepça me 200.000 ton, kjo nuk i shon mendje askuj, sepse kjo është veç bjetes. Është tentu të bëhet digitalizimit të dhënave, por shumë projekte që krijojnë lehtësira edhe në menaxhim, edhe në eksploatim efikas, edhe në aspektin e teknologjisë, se në minjerë është përdorur teknologjia e eksploatimit pasiv, është edhe që para viteve të 90-ta. Rezervat e minjerët e Artanës, dykon 21 milion gjithsej, edhe këto përveç minjerës aktive, janë edhe minjerat e përmbytura në ujë, Kishnica, Ajvalia dhe Badovci, por kemi edhe vendburime tjera për rreth. Minjera Artanës, proni i gjyrosur që është një nga vendburimet për nga cilësia shumë e lartë, e dyta me radhë pas Stantërgut. Kemi dhe minjerat e Cërnacit, me një përbërje me sasi të rezerva shumë të pakta, 1.8 milion ton rezerva me një përbërje shumë të mirë, 8.7% dhe zengë 3.2%. Gjithashtu karshi eksploatimet në Cërnac është edhe eksploatime në minjerën e Belluvërdës. Minjerat tjera jo aktive. Pikrisht mungesa një plani zhvillimor është penges që Trepça të reflektojë atë fuqinë reale. Pse është penges? Sepse minjerat e Kishnicës, Badovcit, Quka e Batlavës që dhe ka pasur dhe probleme në prodhësore, kanë shkaktu mundësin e një prodhimi shumë e intenziv. Sidomos do të veçojmë minjerën e Ajvalis, e cila mund të llogaritet një nga vendburimet më të pasura me plumzing në Evropë. Diku 21% është përbërja së bashku e plumit dhe zingut me 130 gram për ton argjend. Një nga vendburimet më të pasura të plumzingut. Është me interes që bas studimeve dhe analizave që kemi bërë, dhe këtë rast me qenë se dhe është prezent këto në një donacion në ndim nga qeveria qeke, është finalizu projekti dhe është bërë për implementim të fillohet me tharje dhe për një vjetë mund të aftësoj minjerën për prodhim, eksploatim dhe të hapen së paku 350 vendet të rejet punës. Përveç këtyre resurseve që i potencum, nga ajo që thashë më herët, qeveria i ka shpallë zonat me interes të veçantë. Dhe informacionet ulëmtuese për këto zona me interes të veçantë janë të ditura, të konfirmuara. Çka dua të them? Dua të them se në tërësinë e kompleksit të zhvillimit minerar, sidomos Trepça me rezervat e plumzingut, do të kenë parasysh të gjitha këto vendburime, të gjitha
këto minjera aktive dhe pasive, si edhe funksionalizimin e këtyre zonave me interes të veçantë. Me ligj të minjera dhe minerale, këto zona menaxhohen drejt për drejt nga qeveria, por në tërsinë e kompleksit dhe ligjit për Trepçën do të trajtohen si tërsi në funksion të vizionit zhvillimor të aktivitetit mineral, në këtë rast të minjerave të Trepçës. Po dhe më njëre, mos e informacione janë shpallë si zona me interes, dhe këto menaxhohen janë të përgatitur pasaportat në mënyrë komplekse me gjitha të dhënat dhe menaxhohen të reprezentati nga qeveria. Kemi flotacionet aktive. Për fat keq, nga ai gjigant, që unë nuk e u thira në shifra dhe në sasitë produse, tani produkti final që sot Trepça që dhe treg është koncentrati. I kemi 3 flotacione aktive në Leposavić, tunel parë dhe Kishtic. Dhe askush as që mund të mendoj, as të pranoj të diskutueshëm se mund të mendohet një perspektivë zhvillimore për vendin, për hapje të reja të punës, edhe nëse mbyllet cikli vetëm këto. Përkundrazi, kjo formë e prodhimit me përbyllet në nivel të koncentratit është kohë e mbjetesës. Është kohë e mbjetesës. Përveç 1500 punëtorëve që ekzistojnë atje, 600 punëtorë nuk punojnë asgjë sepse njësit janë aut. Dhe mungon plani investiv. Dhe barë e kësaj sasie kaq të vogël prodhuese që ndodhen për minjera përsëri subvencionohen sepse masa e subvencionimit të qeverisë nuk i mbulon gjitha shpenzimet as për pensionet parakohshme, as për stipendione, as për punëtorë që janë jashtë rrjedhës prodhuese. Dhe këto flotacione kanë kapacitete shumë të lartë. Gjendja e tyre absolut jo e mirë. Absolut jo e mirë. Që dhe kjo është të lashë e mbjetesës, po dhe në këto rrethana na i paguajmë 1 milion euro paga mujore. Megjithatë, në këto rrethana po të prodhimit. Këto flotacione e tregojnë traditën dhe disa prej tyre janë bazë e mirë e investimeve në aspektin e riparimeve për me rritë shkallën e produktivitetit. Por, mendohet edhe në flotacione lëvizë, me qenë se kemi shumë minjera, si që është e Ajvalisë, e Artanës, e Quka Batllaves, që për shkak të zvëglimit të shpëzimit ndoshta do shkohet edhe në nivel të mini flotacioneve në aspektin të rritet ekonomizimi. Metalurgjia e plumit. Ndodhet në pjesën në Zveçan, në komunën e Zveçanit, është ndërprej prodhimin në vitin 2000 për shkak të reflektimeve ambientale nga KFOR dhe asnjëherë nuk është aktivizuar. Mirë po, punëtorët e cilët kanë qenë aty, po thënë njerë janë barë. Asnjëherë nuk ka funksionuar dhe pa rritjen e shkollës ne më vonë do të shohim në kuadër të metalurgjisë së zingut, shumë afër kemi aktivizimin me prodhimit të oksid zingu dhe zingut lor, mirë po resursin e kemi, kurse metalin nuk i kemi. Pikërisht, kjo e qetë dhe pa domosdoshmërinë e aktivizimit të këtyre njësive të cilat janë jashtë funksionale. Metalurgjia e zingut, gjithashtu, nuk janë funksionale dhe këtu janë të paraqitura kapacitetet prodhuese të cilat edhe kanë qenë dhe janë dëshmu edhe me potencialin human dhe teknologjik të prodhimit. Strategjia zhvillimore. Pse e potencova Trepçën në aspektin kompleks si Kosovë, posedimin e resursit, si gjeologji, njësit aktive, njësit jo aktive. Sepse edhe në kuadër të planit zhvillimor, duhet të kemi parasysh që njësit aktive, minjerat me flotacione, nuk guxojmë të bëjmë eksperimente, të pak të ndërsa nuk vizatohet interesi i qartë për vendin. Kurse njësit tjera mund të mendohet nëse s'ka kapital investiv prej shtetit të për me aktivizu. Por të thuhet të bëjmë një eksperiment për minjera dhe flotacione, kur ka dhe burime financiare të mundshme, që me vonë dhe do t'i përmendim, unë mendoj që duhet të trajtojmë në tërsinë e kompleksit. Sepse, të gjitha ato zona me interes të veçantë, të gjitha ato vetëburime vjedhra që përmenden, këto minjera, pasive dhe aktive, janë investime drejt për drejt të Trepçës.
nga njerësa dhe asetet dhe vlera e Trepçes. Dhe unë ne mendojmë që do të vazhdohet me ulëmtime, për fatkesh në këtë periudhë të mbijetesës nuk ka pas mundësi dinamike në investimin e ulëmtimeve në brezin mineralizues të Trepçes, por kjo do të vazhdohet. Kemi qalu shumë edhe me pasojat e përgatitjes të punimeve minerare në aspektin e dinamikës, edhe për shkak të masës investive, por baza ekziston dhe mundësitë edhe me vonë do të shohim se ekzistojnë. Ne kemi menduar se rritja e kapacitetit prodhuese, duke rritur investimet edhe masën e një planifikimit të detajuar, edhe në minierën e Stantërkut, edhe të Artanës, edhe të Cërnacit dhe Bellobërdës. Gjithashtu, modernizimi i flotacioneve në Kishnis dhe tunel të parë është i domosdoshëm, urgjent, kurse në Leposa veç kemi një riparim të flotacioneve dhe gjendja aty është më e mirë. Gjithashtu, funksionalizimi i metalurgjive dhe industrisë kimike. Metalurgjia e zingut, kapacitetet përpunuese. Me qenë se kjo material do t'jetë publik, po them edhe nërë, unë nuk do të nalen në shifër, mirë po duke u thirrur në potencialin e trashëguar dhe në gjurmimet e teknologjisë së re, janë ardhe e disa vlera dhe vizione të cilat mund të ecet më tutje. Asetet ka një ndarje, në Trepç punohet me kontinuitet. Është punuar, domethënë që nga viti 2000, edhe pse viti prodhues eksperimentues ka qenë 2005. Edhe kemi ndarje të aseteve thelbësore dhe jo thelbësore, që edhe kjo duhet të përdoret bazë e vizionit zhvillimor që qeveria dhe parlamenti janë me intensitet duke punuar, duke respektuar jashtëzakonisht shumë edhe mendimet e shoqërisë civile, por edhe të gjithë të tjerëve, sepse kontributi është me një vlerë të jashtëzakonshme. Janë ndarë të gjitha asetet thelbësore dhe jo thelbësore të cilat ekzistojnë. Provos të përmend si emër, vlera e cilëve është shumë e lartë, mirë po në formë dhe vizione zhvillimor, edhe këto mund të gjendet në formë e investimeve, sepse masa e këtyre investimeve është shumë e lartë. Asetet e Trepçës jashtë Kosovës. Këto minjera që është, nuk them që këto minjera federacionit e rudikut në Serbi, ose në Vranjë, janë Lecë në Serbi, Martëzi, janë pronë e Trepçës. Por janë ngritur pikërisht në investimet e Trepçës. Këto ngrit çështja se Trepça ka borxhe. Kush është ai që dhe me tregu Trepça ka borxhe. Prandaj, mos zgjutemi me dhënë opsione dhe çështje të cilat janë hipotetike. Borxhet të cilat janë bërë publike, janë hipotetike. Edhe ne themi që këto minjera janë tona. S'dua të bëj kundër peshit. Por ne dëshmojmë që investimet në Trepçë, unë kam qenë i ri, edhe pse në Trepçë kur që nga viti 87. Por me që ta dëshmohet me letra se këto minjera janë ngritur në investimet nga Trepça. Dhe borxhe 1.5 miliard, 1.2 miliard janë borxhet që i kanë lypur dorë, paga të benzinit. Por ato është vendur që i komi pagu Serbia në përmjet të testë regjisore të kontare. Mirë po, nuk është kjo të petë për neve si menagement. Kjo është e shtetit dhe qeverisë, që ka lypë Trepça. Nuk mund të ecë Trepça për tutje në hipotekat e borxheve. Kurse, borxhet e argumentuara në procedura gjyqësore, ashtu si vendos qeveria shtetit, normal që bëhen si të tilla dhe kryen obligimet. Studimet e prodhimit. Ne kemi qitur shifra, duke u bazuar çdo herë në këto shifra dhe këtë dinamik që dikur është realizuar para vitit të 90, dhe masa e këtë investimeve janë 276 milion euro. Por po them edhe një herë, të mos krijoj tash këtu kompleksin e tash ku i gjon 276 milion euro. Unë thash, për njësitë funksionale, baza e eksploatimit dhe përpunimit dhe nivel të koncentratit veç janë funksionale, edhe masa nuk është 276, për janë shumë të vogël. Kurse për njësi tjera mund të shqohet forma edhe partneritetit publiko-privat. Përveç kësaj, janë bërë llogaritëve nga kolegë
Shka punu në Trepç, për shbërë dhe masa investimeve dhe koha e krimit, dhe si konkluzione. Trepça është poseduese e resurseve, Trepça dhe Kosova është poseduese e resurseve. U tha, tradita minerare është vlerë e shtuar, nuk jemi nga dje. Minerat aktive baze lirë për një dinamikë dhe një planifikim dinamike zhvillimi. Pozita hapësinore asetet të Trepçës si komunikimi shumë të mirë. Niveli i punimit minerare në minerat aktive baze lirë për një planifikim dinamik. Shkolla e studiushmërisë me ndërborime baze lirë për hapjen e minerave të reja. Niveli i studiushmërisë të cilat janë në nivel me ndërborime për mbështetjen e minera. Zona me interes të veçantë potencial për aktivizim. Forma, qoftë duke krijuar potencial investim për investime të cilat mund të aktivizohen. Modernizimi i flotacioneve dhe funksionalizimi i metallurgjive. Trepça si rekomandime zhvillimore, Trepça ende vazhdon të menaxhohet nga OKP-ja. Absolutisht kemi kurrë kundër OKP-s. Por nuk është status zhvillimor. Dhe sa më parë do të sqarohet statusi Trepçës, një status zhvillimor, cili është ai, ne shpresojmë shumë në qeveri dhe parlament. Domosdoshmëria e definimit të statusit të ndërmarrjes Trepça nuk e ndron më në kohë, dhe kjo është me rëndësi që janë të bindur edhe parlamenti dhe qeveria se me këtë gjendje Trepça nuk mund të ecën në tutje. Një plan detajor zhvillimor duke pasur parasysh çdo herë edhe reflektimet ambientale. U fol për reflektimet ambientale. Këto janë probleme të trashëguara dhe përsëri e do një projekt të veçantë për trajtimin e reflektimeve ambientale. Po përveç probleme ambientale, tu është edhe një burim i mirë i të hyrave, sepse interesimi i përpunimit të mbetjeve është shumë i lartë. Përveç që është një nga mundësitë investive, një nga burimet e krijimit të bazës materiale për investimet është edhe shfrytëzimi i mbetjeve. Disa mbetje, përbërjen e komponenteve të dobishme e kanë aq të lartë sa që funksionalizohen shumë net me interes. Përveç kësaj, e kemi një resurs që çdo herë kemi në llogarit si terciar, asnjëherë nuk e kemi shfrytzuar. Dhe në kohën e fundit u rrit interesimi jashtëzakonisht për shfrytëzim i hallozitit që kemi diku 3 milion tonë rezerva dhe vlera e të cilët është jashtëzakonisht e lartë. Me nivele shumë shkëndësore, ndërkombëtare, është ka punuar projekti për finalizim dhe produktet të cilat dalin nga halloziti. Pra veç këtu, por duke u thirrur edhe në zonat e interesit, shteti mund të funksionalizojë pa asnjë problem nivelin deri te produkti i koncentratit me mundësinë e partneritetit edhe për shkollën, rritjen e shkollës së finalizimit dhe këto janë mundësitë reale. Po të edhe janë mundësitë reale, sepse dikur fuqia e Trepçës është parë dhe për fatkeqësi që pas lufte asnjëherë nuk i ka dhënë mundësia. Jo pse s'ka potencial kadrovik njerëzor human, por pse s'u ka dhënë sepse deri në sot Trepça është pas status zhvillimor. Dhe ne po them konferencat e tilla janë në vlerë jashtëzakonshme për neve, edhe si Trepça dhe si vend, sepse jemi në kryqje kur statusi i Trepçës do të merkohet zhvillimor. Faleminderit për invitim. Faleminderit zot Pava, atëherë deri tash patëm 3 prezantime të cilat jashtëzakonisht një plotëson njëra me tjetrën. Besoj që kemi një informacion shumë të mirë, po ja kemi lënë profesor Rizaj që ta vej pikën e i. Panelistë nderuar, zonja dhe zotëri, fillimisht them që çdo është të shkruar në Universitetin e Mitrovicës, po ndoshta kështu na ka shkuar pjesë. Kështu që me kolegët që jenë sot prezent, është zonja Tuftene Deva dhe Mustafa. Pra ne kemi pas mendimin që aty ku unalet kolegët ma përpër, referusit e përpërshëm, qoftë ka pjesa gjeologjike, qoftë ekonomike, jetë ndërhyn në atë pjesë që mendojmë që nuk është mbuluar dhe që është e nevojshme që ta kemi parasysh. Pra, janë kapacitetet metallurgjike dhe ne këtu dojmë me pas se cilat janë rrugët zhvillimore të kësaj pjesë. Ndoshta i dashur pak
të shifni se shka kemë mendu mi prezentue, po unë do të kaloj se profesor të modha edhe pse menaxheri Trepçës është me kompetencë është profesori fushës të rezervat minerale dhe besoj që kaloj shumë shpejt të i dhonë rëndësi pjesës në materiale, por besoj që të punat janë ato me të cilat ne zakonisht korespondojmë, ndërsa ne dhe si metalurg na duhet jashtë, sepse ne pa këtë bazë nuk mund të flasim më ato. Pra, pjesën e parë, ndoshta lejoni një 2 minuta vetëm t'ju them që profesor Mova filloi për vitin 1303, nëse s'ka bëj. Ne dashur shkojmë edhe më atje. Jo histori tregojmë, por tregojmë që shihme këtë hartë që nuk e pa. Tash është Soçanica, është një vend edhe më thellë që shkohet në dikush e din Alfred do të thot dikun është para pushdimit romak që kemi të dhona, nuk është histori, që ka pas një aktivitet shumë fuqishëm mineral të pjesë. Dhe në Kosovës po flasim, afër Mitrovicës, që ku është nalë. Dhe të gjitha këto është në pjana, kemi një kontekst gjyqësor të vitit 1412, ku është në rrigën e Venedikut, ku kanë qenë obligimet mëdha që plumbi o prodhuan mes, që nuk isha tash fillolli, por llogaritmi që janë me interes, sepse nga na vinë sot zotrit një pjesë, një fjala në angli, një fakulteti tonë është arkeologjia në metalurgji që bëhet, do të thotë fakulteti veçantë, i cili merret me këtë problem. Ne kemi menduar që është me interes që të vinë dhe nuk ka nevojë të dalemi në detale dhe bazës minerale, por ne na duhet ta themi që është shumë e rëndësishme se në çfarë forme kemi plumbin dhe zinkun. Na flasim vetëm tu e kalu shpejt plumb dhe zink, por kemi shumë metale tjera të cilat janë me interes valorizuar. Dhe ato deri tash nga të dhënat që i kemi janë një pjesë shumë e vogël e tyre e çfarë. Do thotë keni ndëgjuar plumbi, zinku, argjenti që është jemi shku ndoshta kolegët janë këtu kadmion dhe bismut. Jo, shifne në fund pjesa se është një numër shumë i madh i metaleve që janë shumë nevojshme të valorizohen. Por, ne duhet të themi që në këto rezerva që i shifni mund të kemi edhe biseda se ku janë, sa janë, si janë të shtrime, por për ne është një problem tjetër, që deri në vitet 80, që është edhe rasti Trepçës, janë shfrytzuar këto procese për përpunimin e cerëve dhe koncentrateve që po flasim. Ndërsa, në Trepçë është e shifni shkrirja reduktuese, si mbas kësaj skeme teknologjike. Pse po paraqeske? Dhe pse jemi marrë vesh me bashkëautorin ta kemi? Shifni një vjetar, kjo kishim mujt flasim për të gjitha, por Bzeja, shkon pasurin që në gjutë profesor të madhën flotimin, vim koncentratin e plumit dhe këtë duhet vazhdon ma tutje. Dhe deri tash, deri vitet 80 është në këtë pjesë. Kjo thonë që kjo skemo nuk është aktive. Kjo skemo edhe ato kapacitetet e cilat e kanë shfrytzuar, kanë filluar të ndryshojnë plotësisht. Do thotë, në pjesën e fërgimit edhe ma tutje vazhdohet me një skemë teknologjike. Cila është? Problemin kryesor, ndoshta s'po shifet është faza e konërimit, që është faza ma delikate e procesit. Është faza që e ka ndikime mjedisore, ka ndikime me kapacitetin e prodhimit dhe është ngarkuar me të gjitha. Dhe sot proceset e reja që unë shumë mënyrë taksative do t'ja u përmendi e kalojnë këtë fazë dhe shkojnë në shkrirje direkte. Dhe ato procese do t'i shifni edhe zinkut njëjtën janë pra një numër i caktuar. Unë i kom sjell ato makrosot. Ato që janë sot funksionale dhe të cilat sot janë treguar jo vetëm nga aspekti teorik, por janë procese të cilat kanë një traditë edhe industriale që është. Është procesi e shifni Kipset, Kando,
Gjerman, si base mërtimeve që mos t'ju ngarkojnë proceset australiane e tjera. Të gjitha këto procese e kanë specifikat e saj, dhe ne do të shifnin rekomandime, nuk do të mund të themi ky është i mirë, por ne kemi dhënë disa karakteristikat këtyre proceseve dhe se cili është më i përshtatshëm për Trepçën do të jetë punë e madhe që ne autorët vështirë që do mund t'ju themi. Ne mund të themi vetëm që na duhet me shku një rrugtimi shumë sigurt që mos ka përsëriten gabimet cilat mund na kushtojnë në pjesën që e shfrytëzimit të tyre. Po i kanë përparësit dhe për shkak kohës nuk kisha dashur t'ju nalin detalje, mundu me ik edhe pjesës ndoshta mos t'ju ngarkojmë atje dhe termodinamikën e proceseve që është dashur të flasim për to. Por shifna është i skemën tonë teknologjike që shka. Do është të tregume në mënyrë industriale, të funksionon në Kanadë, funksionon në Itali, funksionon në plot vende që shohim kështu duket një furë të aspekt tjetër, kolegë nga Trepça kishin me thonë ku po na ngarkon me këto, por do ta shohim tash që prej viteve të 80-ta edhe kapacitetet ekzistuese duhet të kalojnë këto procese që janë sot pranishme dhe janë baren shumë nga përbërja më të parë dhe ne duhet kur folim plumë mbi zinku, nuk e kemë vetëm problemin si të nxjerrim këto metale, por neve na intereson edhe përbërja mineralogjike e tyre, se çfarë përbërësish tjetër kemi të lidhur me të që të mundemi të tregojmë se në të vërtetë ky për shembull ky proces mund të tregon temperaturë më të ulët procesi, mund të tregon produktivitet më të madh, mund ndikon mjedisin kaq herë kështu me radhë. Ndërsa pasi t'i shohim këto, po ju përmendim vetëm dy raste se çka ndërmerret sot në modernizimin e këtyre kapaciteteve. Në rastet të shumta janë mbyll ato kapacitete të cilat janë vjetruara dhe paraqesin kërcënim për mjedisin. Këto ekologët, zakonisht e kom dëgjuar të i thonë mjedis, se bashkësot në pjesë, por problemi është që në të vërtet janë kërcënim mjedisor. Produktet e plumit edhe zinkut janë në format lloj-llojshme që sjellin edhe shëndetin edhe mjedisin që na të thonë tokë larg. Por ato janë mbyll, ose janë revitalizuar, nëse kanë mujt ose janë mbyll, mirë po pjesa e dytë është ngritja kapaciteteve të reja. Kuptohemi në fazën mbas procesit të flatimit, pra kur koncentrati merret mundësisht të katër këto procese që ju sjella fazën e aglomerimit nuk e kanë prezent fazën që mendojmë që është më delikate dhe më komplikuar në aspektin mjedisor dhe në aspektin e rritjes kapacitetit. Dhe në këtë pjesë ne jemi mundu të sjellim ndoshta ndonjë përvojë si rregull se nuk është e lehtë të përzihet. Nga menaxhmenti dhe kolegu të mama i sjellën edhe disa vlera që i admiroj, por është një punë e madhe që ato t'i bëjmë të shtetë unë ndeni përzgjedhje të pajisjeve sot nga të banat të cilat neve na quajnë në drejtim. Do të thotë ndoshta i kanë të detalizuar atë pjesë, por ato duhet t'jepen në një mënyrë shumë taksative për çka bëhen, për si pajisja, procesi e tjerë, sepse është më rëndësi që mos ta përsëriten do të thotë gabimet, cilat mund ta kushtojnë në një zinxhir të vazhdueshëm teknologjik. Dhe unë s'kisha dashur Qunali, kur janë pjesët kur është largu faza aglomerimit, janë mbyll pajisjet, pse janë hermetike. Kishim problem me marrjen e lidhjen me sulfur. Është problem shumë i madh, i cili është reflektuar në format më të ndryshme, që janë, do të thotë, shkollë të lartë, rrezikshmëri, samullshmëria e lartë, janë toksike etj. Por kisha dashur që
mos të përfundim, mos të mbyllim si një punim ndoshta shkencor, të ishdash për juve të thojnë përfundimet tana nga ky kërkim që e kemi bo, është kjo dhe kjo. Jo, kemi menduar ndoshta para jush që të sjellim këtë formë, këtë përfundim, që të kontribuojmë edhe në temën bosh që e kishim. Ne na duhet, edhe pse kemi dhënat mjaftueshme, po flas për pjesën e proceseve, na duhet vlerësim një plot i kualitetit planeve të para. Ne përveç përbërjes kimike, na duhet përbërja meteorologjike që nuk pushojnë, na duhet të kemi të gjitha dhënat që ne mund të jemi të sigurt që vazhdojmë në një proces të matutjeshëm. Ne na duhet për këto procese që ju sjella, që sot janë munguar të kave tjera, ndoshta dikush këtu mund të më thotë po pse si ki numëruar edhe disa që janë pranishëm numër më të vogël. Mirë po, asnjëri prej këtyre proceseve nuk ish dash preferohet nëse nuk e kemi zhvilluar një model fizik. Se si do t'i përshtatet landës parë tonën që e kemi qenë në gjuhë, të cilën veç e kemi prezente. Por me atë model fizik do të kemi prapë vështirë të vazhdojmë. Ne do ta kishim pas gjithsesi pjesën e dytë në apo tretën që këto t'i kemi kërkimet bazuar në kërkimet gjysmë industriale të tjera. Pra, është e nevojshme që plotësisht të kemi të kompletume këtë rrugtim tanin me të cilin ne do të mbështetshim ndoshta kërkimin e ne gjithë të kalupon. Kështu që pjesën në të cilën nuk i kemi besoj që dhanë mjaft ka volësit, kemi ikë pjesë e saj, por është e pamundshme t'i folim gjitha këto, nëse nuk janë zgjidhur çështje tjera, që pronësia, që janë pjesë tjera për të cilën falen para folësit. Unë ju falenderoj për kohën që ndoni. Tash kalojmë në një pjesë pak më ndryshe të panelit, por shoh që kemi 5 minuta deri në atë kohë sa kemi dispozicion. Hajde një 10 minuta për jam lej, po shoh profesori Mustafa, po thotë na pa 10 minuta, 5 minuta. E thash, nëse këto 15 minuta i ndajmë mes të Gerit dhe Fadosit, atëherë Gerit si musafiri japim më pak, po japim më shumë ti 5 minuta, me një përkujtim vogël, 1 minutë në Kosovi ka 60 sekonda. Okej. Dhe për Fadosin lojmë diçka pak më shumë. Dhe përfundimisht unë shpresoj që do të kemi mundësi për ndonjë interagim, me kush që çat interakcion nuk vjen prej profesorit Selmanit. Sa të thotë. Urno Gerit. Profesor, ju japim fjalën në fund. Edhe që Geri është i majtë, këtë do të shkonë kështu pak. Ma përshtatë. Në partë do t'i uroj për 20 vjetorit, ky është institucion shumë i rëndësishëm, sepse nga gjithë që kemi mësuar hierarkinë e kapitalit dikur në shkollë me profesor, profesor Selmani. Në hierarkinë e kapitalit ka edukate më tepër në kapitalit që kemi mësuar neve, dhe është information capital and know-how. Kështu që ky institucion është institucion shumë i rëndësishëm për Kosovën, sepse dienia është kapitali më i rëndësishëm. Neve me profesori është gjithashtu dhe presidenti i kësaj qendre që është këtu, dhe unë ndodhem për arsye të qendrës jo se unë marrë vesh nga Trepça. Ndërsa për Trepçën neve vetëm se kemi bërë disa ndërmjetësime, kemi zotin Mark Crawford, kemi dhe me ati den tonë të japim disa sugjerime, por jo profesionale. Në rast parë duhet që të mos bëhen gabimet që janë bërë në Shqipëri me industri minerales, për arsye se kjo është shumë strategjike se në Shqipëri. Në Shqipëri, pikërisht nga ato politikat neoliberaliste e kanë shkatruar komplet industrinë e minjerave dhe të naftës dhe vjedhin nga 2 miliardë euro në vit. Shkurt. Dhe njëjta gjë mos përsëritet në Kosovë. Përsa i përket formës, nuk jam as për formën shtetërore dhe as për formën private. Që të gjetë një formë midis. Neve kemi kontaktuar me një kompani që është kompania më e madhe e këshillimit në inxhinieringë në botë. Është WSP Parson and Birkerhoff. Kjo
Këtë e kemi kontaktuar për qeverin shqiptar. Në mënyrë që të viti japi mend se çfarë duhet bërë me këtë punë, sepse me thonë drejtën ne nuk kemi mend në Shqipëri për këtë punë. Derisa kemi shkatruar gjithë atë industri që mama ime ka qenë doktoresh e gjeologjisë së Shqipërisë, e gjithë ato plejad inxhinierësh kanë punuar për 25 vjet e shkatruar, atëherë kjo është ka të bëjë me sistemin. Por besoj dhe për të njëjtën gjë mund të bëjë dhe qeveria e Kosovës, mund të kontraktoj kompaninë inxhinierimit më të mirë në botë. Qofse do ngasim një makinë Mercedes, atëherë pse mos e marrim Mercedesin për këshillim? Mercedesi për këshillim është kjo kompani këtu. Është amerikano, kanadeze, angleze. Ta janë njëshin botë. Merri ta të japë mund si bëhet kjo punë. Kaq. Trepça është pasuria e dytë më e madhe e Kosovës, ndërsa ai që është e para e Kosovës është Linjiti, me cilin kam disa muaj që po bëj ca debate, sepse i pari do mbërtasim i vujim duanin për arsye ekologjike, ose thuj të profesorit, po do ta them se pasuria më e madhe e Kosovës është Linjiti. Dhe njerëzit pasportë. Kemi klasë natyrore, njerëzit thashën për Linjiti. Por Linjiti duhet përdorur dhe kemi paraqit qeverisë Kosovës një propozim nga një shtet tjetër për gazetikimin e Linjitit, që të prodhon 36 milion metër kub gaz natyror në vit. Kjo është 16% 36 shumë 360 sigurisht. 36 milion. Ne kemi prodhu për bara 400 milion, jo sola. Metër kub gaz nga Linjiti kemi prodhu 400 milion. Ora 200 eksporton Rusia. 400 milion. Edhe gatron diku. Kështu që çështja është vetëm me këtë projekt e gazifikimit të Linjitit dhe shfrytëzimit të Linjitit edhe për prodhim energjie, prapë profesori nuk pranon, po ne kemi propozim për 11 megawatt termocentral, se është pjesë shtesë e saj dhe është investimi më i madh në Evropë, jo në Kosovë. Por po e formatojmë në një mënyrë tillë që tjetër e përshtatshme për qeverinë e Kosovës. Nëse ky është superqen e bëjmë Kukës ose në Trokoj edhe marrim Linjitin në Kosovë. Për këto dyja, ndërkohë, çfarë kemi bërë si qendër? Kemi diskutuar edhe për mënyrën e transportit. Dhe po punojmë me disa kompani inxhinieringu të huaja që po bëjnë masterplanin e transportit të hekurudhor të Shqipërisë dhe një nga ato pika është lidhja hekurudhore me Kosovën. Faleminderit edhe jo për pjesën e Linjitit, për këto pjesë tjera ishin qëndrueshme të forta. Faleminderit shumë. Bona shaka. Gjermani është Gjermani që hyrje ka shpytuar, po flisja me një. Biles do t'i pëlqen, do shta profesor Selmanit, në Greqi deri vonë kanë qëndru, deri vitet e 60-ta vonë, qymyri është gjaku i popullit. Mjera e popull që e ka gjakin qymyr, po. Deri vonë ka qenë qymyri, slogani më i fort komunist ka qenë qymyri është gjaku i popullit. Okej. Atëherë mos t'i marrim minutat të cilët definitivisht i takojnë zotit Meqa në fund, udhëhesin njësisë privatizimit në AKP, atëherë urdhoni zoti Meqa. Uroj të drejtorët e universitetit dhe falenderoj profesorët për mundësinë e shkëlqyeshme të marrin përvojat më të mira nga mendjet më të pritura të themi edhe të regionit edhe botëror. Dëgjum ide e Trepçës, e vetë Trepçës nga drejtori menaxherit të madh, ku thelbësisht njëra të federacionin do të mbeste në menaxhimin të themi shtetëror, të tjerat do të mbesin asete cilat do të qëndrohen nëpërmjet të partneritetit publiko-privat e kështu me radhë. Dëgjuam prezantimin nga doktor Hashi dhe zoti Krafov, ku si opcion kemi menaxhimin e kontraktuar ndërmarrjes së re Trepça me qëllim të ristrukturimit me investim dalje në berz, si dhe opcionet ku nëpërmjet sigurimit fondeve nga institucionet financiare ndërkombëtare do të mund sigurohen fonde për modernizim. Pra, minierat, flotacionet dhe metallurgjit në një afat 5 vjeçar do të modernizoheshin dhe ristrukturoheshin. Ne jemi këtu për të gjedhur nga idejtë tuaja. Prezantimet e sotme duhet dhe me siguri që do të shqyrtohen me një kujdes madhor
në mënyrë që të gjendet zgjidhja më e aplikueshme në rastin e Trepçës dhe e cila do të sjellë përfitimet më të mëdha pikësisht për ekonominë kosovare. E kam për borx të falenderoj zotërin profesor Dr. Hashi. Dear Professor Hashi and Mr. Crawford, it is a pleasure to be here today for an event that will for sure contribute to generate up-to-date and diverse ideas. Since today, prosperity is all about being diverse, being unique, original, and also have alternatives. And these alternatives is what happened today. You made us think out of the box. I'm talking out of our box created through decades that made us think primarily from the perspective of socially, publicly owned and state-owned enterprises. I am sure that your proposals will be carefully reviewed and taken into consideration by competent institutions when tailoring Trepça's future. Ju faleminderit për fund vetëm unë kisha dashur të them se ne kemi shpresë të madhe, jam I sigurt që do të gjendet rruga e vërtetë për Trepçën, sepse Trepça ka rezerva të mjaftueshme të zejës, Trepça u tha, ka infrastrukturë, ka minjera, uzina të ndryshme, ka burimet njerëzore të disponueshme dhe vullnet për punë. Trepça nuk ka ndoshta makineri dhe pajisje moderne, të cilat do të japin rezultatet më të mira, dhe andaj ka nevojë për investime, kjo është fakt. Trepça ka nevojë të adaptohet si të punojë me këto teknologji gjithashtu dhe kjo do të jetë plani I mandamendja gjitha institucioneve që gjejnë mënyrën më të mirë pas këtyre prezantimeve dhe ideve të shkëlqyeshme të gjejnë zgjedhjen më të aplikueshme dhe më përfituese. Ju falenderoj. Atëherë, faleminderit zoti Meqa shumë, ndaj mendimin me ju që prezentimet dhe alternativat posaçërisht ato që na I solli profesor Hashi dhe zoti Crawford janë alternativa të cilët meritojnë vëmendje të plotë. Ishte një analizë të cilën e kanë punu së bashku edhe një them Dr. Hashi, Mark Crawford dhe Albani. Hashani, Albani se ke diçka të shtosh mbi analiza e cila je I kënaqur me prezentu mirë atë që e kemi thënë. Atëherë jemi rehat. Mendoj që kjo ka një vlerë të posaçme, sidomos sot kur për Trepçën aq shumë po diskutojmë dhe për Trepçën jemi të gatshëm ta shëtutje ta bëjmë një nga temat kryesore në diskursin kosovar. Në anën tjetër e kishim një prezantim shumë të mirë të kolegëve të cilët janë natë ditë prej mëngjesit në Trepçën dhe e kishim një fotografi reale të asaj se ku momentalisht gjendemi dhe si këto këta të cilët për ditë janë aty shohin sfida zhvillimore të ardhme, kështu që unë mendoj se kemi ndërtuar një fotografi shumë të plotë në këto një orë gjysmë që I patëm, për të shtuar edhe pak për ta ngritur konfuzionin rreth Trepçës, mund të them 2-3 gjëra. Ekzistojnë disa pikpamje të cilët gjepojnë marrëdhënie në 2 minuta të ardhshme t'i them. Nuk jam shumë rehat kur mendoj në cilën do alternativë të them ekonomike, financiare apo biznesore të ardhmen, e cila do të sjellë dasht e padasht parcializimin e Trepçës. E shoh parcializimin e Trepçës, që do të thotë, kom kaq para dhe unë kam një impjant aty në elektronisë cinkut, po e bëj atë sepse ku I shtil 100 punëtorë dhe bëj diçka tjetër. Ajo definitivisht do të na shmang nga ato linja të kuqe, të cilët duhet I vendosim mbi funksionalizimin e Trepçës së të ardhmen, që janë në rreth të parë mjedisore, por jo vetëm mjedisore. Janë edhe teknologjike. Ne duhet ta shohim atë impjant si një tranzit teknologjike, e cila që thjesht për shumë kolegë këtu të cilët shkëlqyeshëm njohin këtë problem, kolegë inxhinier, ne kemi një problem të sulfurit atje. Një sasi e madhe sulfurit na del nga rafineria e Trepçës dhe sulf na e fusim në ajër, ujë I cili është jashtëzakonisht rrezikshëm. Pse? Sepse s'kem çka I bëjmë. Por teknologjitë sot kanë çka I bëjnë atij sulfurit, I shton pak më tepër sulfur dhe provon atij sulfurit. Pra, gjithmonë është ditë ky solucion, por kur kush nuk e ka marrë seriozisht ishte koha kur punojshin disi ndryshe. Duhet të them, nëse parcializojmë Trepçën, ne nuk do të jemi afër mundësive të mëdha, zgjidhjeve të mëdha, e zgjidhjet të mëdha duhet me pas edhe shumë të tjera, pa I shtuar fare këto ekologjike. Unë shpresoj se e kemi bërë sot një debat mjaft të mirë, posaçërisht edhe një herë falenderoj të gjithëve në panel, sepse I kanë sjellë gjanat të cilët duhet të jenë në tavolinat e vendimarrësve,
e shoh për Trepçën deri më tash vitet shumë zi e bardhë. Unë shpresoj se Reinvesti dhe pse jo edhe organizata tjera si Motra do duheshin më shpesh na sjellin pranë paneleve të tilla, sepse unë sot i ndiva 2-3 qasje të cilët do duheshin të ishin shumë shpejt para një grupi kosovar, të cilët do të qonin këto qasje, do të zhvillonin në tutje. Ato erdhën edhe nga doktor Rashi, edhe nga zoti Crawford, por erdhën edhe nga zoti Mava, i cili në pjesën e fundit, ku flikej për strategjinë zhvillimore, paka shumë i shifte kafjet shumë qartë, kafjet se ku çka do të shkojë. Ju falenderoj që do deri tash në këtë panel takshoni. Edhe atëherë kemi zotin Selman, nëse me vërtet mundeni për 20 sekonda me dëshirë. Mikrofon se shumë konvertimi s'po shkon. A jon 20 sekonda kemi. me imrit apo më tonë imrit? Jo, rezervat më të mëdha, po do me di. Vet i tha unë në shkesh këtu. Po tjetër, duhet të zonë. Po, unë. Dhe nga kolegu më herët do po të thu disa herë deri jo. Edhe atje është Kosovë. Edhe ndërsa nuk ishte politika, deri jo nuk është të vërtetë që ata veprojnë me ligjet Bangladeshit, por me ligjet Kosovës. Deri jo punon me licencë për KFM-s dhe në menaxhim të AKP-s. Na bashkëpunojmë për çdo drejt, edhe se kemi as lloj problem. Nuk është tuk tash për me rekrutu jo frikë, se atje nuk kanë veç 5% të tërësisë dhe zero. Sepse edhe jo e pjesë të Trepsës dhe rrugtimit do ta bëjmë bashkë. Kështu që ndarje të bere jo s'ka, Trepça është një. Drejtorit Mava thanë, deri s'ka gati hiç kur gjok, krejt është një jug, thanë.